Përshëndetje shikues të televizionit Dukagjini të emisionit Sheshëm. Jemi këtë të diele, pakës më ndryshe për shkak se jemi në ditën e tretë të festës së Kurban Bajramit dhe normalisht përveç që ka qenë festë dhe përveç që sheqeri ka qenë totalisht i pa kontrollum tek disa prej neve dhe kemi konsumu pa hesap ëmbëlsira, baklava, çka do qoftë, kena dhe temperaturat jashtëzakonisht të larta, të cilat nuk e dojnë edhe me hongër shumë amël, edhe shumë ushqime të rënda, si që në tavat, mishi, ndyrnat dhe këto. Barki nuk e dojnë edhe nuk e kap. Kështu që me rehabilitu vetën nga një ditë ose nga 2 ditë të tensionuara, të cilat ose me të cilat kemi abuzu me shëndetin tonë, ne sot kemi zgjedh një salat mediterane ose mezetare, e cila ka përbërës të lehtë. Për këtë salat na duhet që edhe na ka shtrejtu rryma, do me thonë, na duhet shumë pak shpëretin me dhez, dikon 20 minuta 30, sepse kena me përgadit një salat me pasta që janë në formë flutre. Këto pasta kanë muzi normalisht, sikur se bën zakonisht pastat në vaj, ujë dhe pak krip, dhe më pas kemi me shtu prosciutto thotë, ullin kalamate, ara, avokado, domatina, qep të gjelbërt, majdanoz dhe një tranguj. Është një super recet për këtë ditë, e cila se di, na jep një farë ndjesie, si kur kena shku ndeti ose i në ndeti ose i kena ikim vikend. Se ka dhe njerë që e kanë lidhë Bajramin, kështu kanë shku ndeti. Na që s'kena shku, hajtë përfestojmë qëtu në shpe, po bojmë na i sen, kështu që po logaritëm që jena në farë Greqia dika. Ujë po na vlën mishtimi, edhe na po i shtojmë krejt po i qes, se krejt kena me hongër. Dikush anë i kamerave dhe shtu hongër, boft mirë. E na që si na të hongër, që i përgatisim për vetje, po i la muzi, po i shtojmë kripën. Kam kritika të shumta, që nuk e përdori lugën, po e dimbre, sa i qesim, me tamina. Një lukë të mesme, krep, thutina të i bona i recet, ku me diqka. Recet e thjesht, edhe ftoft, po që ta knarë zemrën. Definitivisht, edhe, po e vendosi lukën këto, po i shtoj vaj, po i shtojmë vaj ulliri edhe gjatë procesit të zirjes. Vaj ullirit në të paqim, mos e nalni, sa një maj mirë. Po përveç vaj të salatës, së mirë që kena vendos me ju ndimu me rregullu organizmin e juj dhe me t'i kalu këtë ditë abuzive, në kuptimin e mirë, ne ma të mirin këto e kemi sponsorin ton të emisionit, dentisti familjes, i cili sponsorizon Sheshëm, ndë lidhje interesanta, ushqime, dentisti, sepse pas çdo ushqimi pa tjetër që duhet na me mirëmbajt higjienën tonë orale. Kështu që e kemi dentistin e familjes, i cili sponsorizon këtë emision dhe kemi pjesë të emisionit me vaucherin ose lojën e tyre, ku të gjithë ju të cilët konsideroni që keni receta, të cilat kanë impakt të drejt për drejt në shëndetin oral dhe atë të lëkurës, fytyrës, çka do qoftë, mund na shuni në emailën që gjeni poshtë dhe ne do t'ju japim një vaucher në vlerë 100 euro, ku në dentistin e familjes aty ju presin doktor Anita dhe Albert Sylla. Mund të merrni shërbime çfarë do që keni nevojë. Faleminderit shumë Albertit dhe Anitas për besimin që i kanë dhënë emisionit tonë. Edhe ne po vazhdojmë, unë derisa e nesëm, gjysën i hongra, s'kem shka me bo, që shtu bojmë edhe në shpe, bojmë edhe në emision. Po fillojmë me tomatinat që pak ishin në rritë ma shumë. Po koha në zetë edhe këtu rritë. Po i pastrojmë edhe kemi vendos në atë enën e bukur, sepse ton këtë ngjyra, ton kjo verë në pjatë, kjo shia Helene që tentoj me sjell nga njëra përmes ushqimeve, e do pak, e sidomos kur gatujmë ushqime mezetare, e bone që shë bone shien, bone që ka bone, nëse nuk e ki servimin, okej, edhe nuk hahet, besomni. Po që njerëzit
i kanë qefet e veta, mënyrat e veta se si ushqehen, por që mendoj që mënyra se ne se si i servojmë ushqimet, si përgatisim, një delikatesë e rëndësishme është mënyra e servimit. Finesave të fundit, dorën e fundit që ja japim, është shumë e rëndësishme. Sallata në fjalë ka, e thash që na mi vendosën të, me që i kemi këto proshutën ose mishin e thatë të gatshëm këtu, po e fillojmë me të. Këtë që kemi me bo, ja ullim pak temperaturën se na u tranu shkëretje. Okej. Për së gjati, që ashtu qysh janë, të radhitne, mundësisht proshutën e përdoni sa ma të thatë. Kësaj recete, besoj se cili që i pëlqen ushqimet mesdhetare, din që mundet me e përdor në të gjitha sallatat si kjo, me pasta të ftofta që janë, mundeni me përdor dhe domaten e thatë. Domatja e thatë edhe pse kemi domatinat këtu, është jashtëzakonshme dhe shija mes ose dallimi, diferenca mes domatinës kështu dhe domatës e thatë është jashtëzakonisht e madhe dhe të dyja bashk, ëmbëlsia e domatinave dhe thatësia që e ka dhe vaji i koncentruar që është në domatina, s'di çka më thonë përbes. Veç merr në bane, edhe pse jo, që e kam deti edhe na, të jep një farë ndjesie si jemi në i fshat atje në Greqi, të mirë, ofër detit, edhe tu ka servu një sallatë, edhe ke bo vetë, nëse ke marrë në i villa aty, ke bo vetë dhe ke marrë me vete. Pse jo, se jena mësu pak senet e gatshme me i dashtë. Po filloj me domatet, nuk ka nevoj me u prej ashtu, të imta, nuk më pëlqeni shumë kur i grimcojnë shumë këto domatet e vogla. Nëse janë shumë të vogla, në gjysmë mos e komplet, po nëse janë pak më të rritura, se kemi harru me i këput, i ndani kështu. Por që jo në atë formën tjetër. Unë po i shtoj të gjitha, e dini që pastat të zjen, sidomos për sallat, jo më shumë se 10 minuta, që duhet jemi vigilant, sepse bëhen në gjitën e zetin. Unë po i shtoj të gjitha këto që veç i lava, sepse jemi pak si shumë, edhe ham krejt, këtë na ka munu bajrami, mirë që ke, e prisqim prap, po që për me hongër si alëshoj rrugën kërkujt. Mas kësaj, po vazhdoj me një avokado, edhe pse kemi marrë një avokado shumë të re dhe jo shumë të pjekur. Duhet me pre mekanikisht në formë, sikur se i prem edhe të tjerat perime, shkak se nuk është, kur janë kështu, janë pakës më të zorshëm. Marrim në luk. Bash kur jenë gjiri me në shpe, do fruta kështu pakës ma delikat, i prena i ndreqim, si në YouTube, po kur jena në transmitim, se që na mirë në durt, nuk e di qka bëhet, po që nuk na dalin që ashtu. Ka mundësi na ka ramë sysh në kush. Okej. Është i fort, për këtë arsye është më i zorshëm. Me u pre, për ndryshe avokado është tepër e thjeshtë me u largu nga lëvurja, kur është i butë, po nuk është problem. Vlerat e tij justifikojnë gjithçka. E bën shumë kremoze sallatën. Se di, kombinimi i këtyre përbërësve është fantastik. Është vetë verë, kështu tamam, një farë ndjesi vere. Kështu që mos e mendoni me
me zavensu, me hek, kështu anë ikni, po nëse e bane qështu, me krejt përbërësit, që është ma i shishëm, ma i mirë. Unë nuk pja qes 2 avokadot. Qa po thoni, a me aqit 2 avokadot a jo? Regjia? Një lutem? Ja shtojmë 2-at. I shfrytëzojmë produktet që i kemi. Dhe kështu. Për ndryshe, e falenderoj kuzhinierin e edicionit fundit, Cufën, cili me ka pajis me dorza kuzhine, dhe që unë sot divnova, se nga njerë edhe po harrojmë këto dorzat. Unë e kom përmen edhe ma herët që vendosja e dorzave në gjatë gatimit, përveç njerëzve që janë profesionistë tamam, kuzhinier nuk më bën mundje mirë, se më duket sikur nuk jam tamam profesionale kështu, ndoshta ndjesia që nuk e prek direkt ushqimin, s'po di çka e bën, po ka njerë nuk më jep ra ati. Po që kur i kena i shfrytëzojmë, pse jo. Po e marrim edhe avokadon tjetër, edhe kjo sallat miqtimi për kaq persona ka një çmim shumë shtrejt, kështu që ndashit me kursy, banë në shpe, se ja vlen. Është sallat ose është meny që përveç si duket se antipasta, është shruse e mirë, edhe kur kemi ushqime që dominohen nga ushqimet e detit, këtë rast nëse kemi peshk, të çfarëdo lloji, ose edhe këto lloje tjera të supave dhe çka do qoftë. Do thotë si anësore të avolinës tonë është shumë e rëndësishme që unë nuk e konsideroj vetëm anësore, konsideroj një shujt të mirë. Nëse nuk jena shumë kështu mish ngrënës, edhe nëse ngihemi me kaq. Po që termometri është çmend, jemi me temperatura tropikale, edhe normalisht që duhet të kursemi nga ynyrat, brumrat, tava dhe ushqimet që janë ma të rënda për organizëm. Mendum për juve, edhe për veten, se e ditëm në çka kemi kalu. Okej. Nuk ka alternativ tjetër, na duhet kështu. Do të thotë jemi në kohë, sepse edhe pastat po zihen bashkërisht edhe na kur e përfundojmë ciklin e perimeve që jemi tu i grimsu. Çka ka këtu të rëndësishme është edhe ullinjët. E dim që ullinjët e gjelbërt, ullinjët e zi, ose familja ullive në përgjithësi janë të jashtëzakonshëm dhe shkojnë me sallata, shkojnë me disa lloj gjellrash, disa lloj ushqime, receta tjera, por kallamate, ulliri grek i zi, dhe kjo si në kaft të mbyllt është me këtë sallat kombinimi më i mirë. Çfarë do tjetër që mendoni që shkon, tash shihet janë të ndryshme, nuk kemi të gjithë njësoj në shije, edhe mirë që s'jemi, sepse s'kishim pas përpjekje me sjellë receta, por që kombinimi i këtyre dyjave është jashtëzakonshëm. Kështu që përdorni ullit kallamate, ata që i kemi jashtë, ka të vinë mujë më na pru. Vazhdojmë edhe me qepën e kuqe. Von krejt këtë kornizë të bukur, perimesh, e cila gradualisht po shkon duke u bërë një sallat jashtëzakonshme, e bën me një karaktera, se edhe ushqimet e kanë karakterin e vet. Qepa, gazi lëcjallës. Qepa e kuqe është nështë krye fjala e sallatave, e sidomos tash që i kemi
freskëta që edhe aromën e kanë shumë ndryshe, edhe shijen, edhe aromën, po edhe dukjen. Komplet një qep mesatare. Ja shtoni e grini im, e ndani për gjysë e grini im. Tash pastat janë të përfundu dhe kur përfundojnë, kemi me vendosë në këtë kullojsën këtu dhe kemi me ishtu ujë të ftohtë, me qëndru pak, në mënyrë që me undo me zveti dhe mos me pas mundësi me unë gjitë, sepse jo gjithherë momentin që përgatisim një ushqim kemi me ullë direkt me konsumu, kështu që kur qëndrojnë pastat shumë, ngjiten me zveti, kanë tendencën me u ngjit me zveti. Por mos me u ngjit, kur bëjmë sallatë, mirë është me i lënë pak në ujë të ftohtë. Edhe sanin më kryesor që krijon harmoni në ngjyra për synin, po edhe për shijen është majdanozi, i cili lehtësisht mund të kombinohet me baby spinach. Të gjitha shi kemi në treg të freskët, kështu që zgjedhja është juve. Salca e kësaj sallate është vaj ulliri, krep, piper, shumë, po shumë pak ufull, edhe senf, ose mustar nëse keni, dhe limon. Po e marrë këtë limonin, po e pastroj, po e la këtu, sepse na vyn për salcë. Edhe nuk të merë kohë edhe dyqysh gjatë procesit punës ta jep mundësinë edhe me qenë shumë e organizune në kuzhinë, mos me të bo kuzhina lëmsh, se qesim vetit punë kur pe bojmë kështu lëmshkë. Tash kemi me kullu pastat. Largojmë mbetjet e perimeve. Na duhet pak me shpëla. Pastat veç kam përfundu, po i shtoj te kjo pjesa e kullojsës. Okej. Na kanë metë dhe një 2-3, mos i lëmë. Ujnë e ftohtë edhe i rrotulloni aq sa mundeni. Në që edhe ftofën ma lehtë edhe nuk na ngjiten. Perfekt. Para se me bo salcën, mos harrojmë me i grimcu ullit. Nëse gjeni ullë pa bërthom, veç mirë bëni, ja leconi vetit së punën. Okej. Edhe arrat në fundi kemi, mos të harrojmë. Arrat mundeni edhe me, ose edhe kika nëse keni të papjekon, unë me i pjek edhe me ashtu salatës. Arrat e bojnë ma krokante këtë salat, edhe teksturën e rregullojnë me najon në shijen tem të kuzhinës që e kam.
Po në sot nuk kam i pjek, as nuk kam i fut në furrë si diçka për shije, sepse po duken që janë ara kështu të reja, të mira, edhe kanë shijen e vet tamam origjinale. Vaji i ullirit që është i papërpunuar, që nuk është që gjejmë shpesh, po e keni vrejt edhe vet kur përdorim ose konsumojmë ushqime të cilat kanë vajin e ullirit në të theksum, e nuk jemi këtu, po jemi dika në vendet bregdetare, e shihni që vaji i ullirit është pjesa ndoshta e vetme që na lën bresa, kështu ose e kujtojmë ma shumë për shkak se zakonisht në vendet bregdetare vaji s'ka ku e gjen njeri ma të mirë. Kështu që nëse keni vajin me cilësi të mirë, sallaten veç e nxjerr në pa si element. Okej, tash me nis krejt këta ullenj që i kom do, ju hek, u ankalojmë në një edicion tjetër, po që kjo është i fundit dhe ju keni kohë se nuk jeni në xhirime dhe mund ta bëni arat, vetëm i ndani në gjysmë. Kështu. Ja vështrojmë edhe pak ujë në shorë, që me uftofë dhe mos mund qitë, me që i kemi edhe salcën tash kemi me ba dhe jemi në fund. Sot i kemi edicionin e sheshëm pakës më të shkurt, kështu që edhe nuk kemi musafir, po edhe receta na ka diktu që me pas një edicion ma të shkurt, po besoj për që është i shkurt, kontenti dhe përmbajtja e recetës është jashtëzakonisht i mirë. Uroj që kena sjell diçka që keni me përgatit. Dita është zgjatë shumë dhe zakonisht ne pas diteve vetëm shohim, masi të hama drekën darkën, vetëm shohim se çka me konsumu shtesë. Kështu që kjo recetë është kur perëndon dielli, bëhet vllad, e bëni shpejt, pa humb kohë. Gjysmë limoni, po i largoj tash dorza sepse nuk kam shumë punë me to. Vajin e ullirit. Biber të zi. Dhe krip. Të shoh sepse kemi edhe mustartën, por që luga që nga e modhe dhe kam pa mundur me duktu. Po ja shtojmë 2 lugë. Kemi me përzi edhe që mretëm fund. Vaj i ulliri mustard. Krip, limon. Unë po du me eksperimentu, nuk është eksperiment, është që e kemi bërë edhe më herët, po që sot po du me ashtu, po shpresoj që e kam në këtë anë të kuzhinës, mjaltin, që kjo më pas ka përfundu, fatkeqësisht, po që shtoni edhe një lugë mjalt, sepse mjalta e bën shumë të shishme krejt këta përbërës që i kemi vendosë. Po që jo çdo herë guxojmë me shtu mjaltën, sepse njerëzit nuk e preferojnë, me përzi mjaltën me, sidomos kur ka edhe senf, ose 2 përbërës që janë shumë diametralisht
të kundërt me zveti, edhe në shije, po që kombinimi tyre është fantastik. Bilem nuk përnajnë zoka kjo e. Zdi që shkena mi përzi, që më na dëpërtu. Okej, që që shto. Të marim edhe një luk tjetër dhe të shohim apo mundemi mi përzi. Po mundemi me shti edhe durt. Ti kisha pas dorzat. A, mirë është. Po besoj po e shini, unë po drona që sasia është shumë, ndërsa kripa nuk është mjaftu shumë, po të shohim. Sa bukur po duket. E thash që ta jep ndjesin e detit, ta jep ndjesin që si e këto, je dikon larg, mos i shtoni djath, mos gaboni mi shtu djath, se nuk bën, kush është u menu mi shtu djath, mos, që kjo shkon me djath, salatat që shkojnë me djath janë tjera, kjo veç me djath nuk shkon, kështu që, unë tash, kam disa ani regjis që më japin këshilla kështu. Po e marrë dhe një pjatë dhe po e servojmë këtë super salat. Edhe pse kështu shumë ma bukur po duket, se sa me e servu, po rani e donë servimin me pas. Okej. Se cila e ka balancin në ngjyra dhe shijen dhe teksturën të jashtëzakonshme. Shtoj edhe pak. Mos na duket e varfër pjata. S'është kaq e mirë. E ka pak çmimin në përbërës, po për sezon të verës nuk e konsideroj që është kosto, për shkak se perimet janë realisht ma lirë dhe nuk e konsideroj shumë edhe shtrejt. Po du me provu, se kena provu më herët, edhe me po që kena bo, para se me mbyll. Mu isha me marrë për se cilës ka pak, jam të e këshu qëtë avokado. Shqyqër që na liberalizu. Maraks na jetë. Që ke kena ushqimet i mira. Ta regulloj pak se djemt kanë me marrë pamje këtu. Edhe na jemi në fund, jemi në fund të emisionit shishëm për këtë javë. Unë ju uroj pjesën e fundit të vikendit, të jetë vikendi mirë, relaksus dhe ja keni shtu vetës edhe këtë recet me shumë shije. Ne shihemi të dielën e ardhshme, me mysafir, me biseda, sikurse çdo herë, por që ky diversiteti mes edicioneve është shumë i mirë dhe shumë relaksues, për shkak se e kam mundësinë të kem interaktivitetin edhe pse nuk dëgjoni me juve. Faleminderit mos harroni në fund dhe vizitë të familjes, faleminderit juve që na ndihni, faleminderit juve që na shkruani dhe mos harroni nëse doni të jeni fitues i një vauçeri, mos harroni me dërgu receta në emailin info@dugagjini.tv. Deri në edicionin e radhës, mirëmbëjtje.